ka fat deri në 3 muaj, derisa të shprehet përfundimisht për këtë vendim. Shpresojmë dhe urojmë që ata të dalin pafajshëm, të shpallen pafajshëm. Edhe ne kemi shpresën që të ndodhë, unë jam skeptik për mënyrën si ka operu gjykata. Ndërgjë tash gjykata mund të marrë edhe një vendim të drejtë, që do të ishte mirë, por ndërgjë Bruna, aja pjesa skeptike ku të bëm ty. A mund ta imagjinoni që një njeri që ka luftu Hitlerin, ose sigurisht Miloševići, të shkonte në Nürnberg 27 vite pas luftës së dytë botërore dhe t'i nxjerrishin dëshmitar njerëz të Gestapos ose me dosje të Gestapos. Çfarë kuptimi ka? E njëjta gjë për të qenë më konkrete me ju, është e njëjta gjë sikur sot në Shqipëri të dënohet dikush me dosjet e Enver Hoxhës. Domethënë, për çfarë drejtësie evropiane po flasim? Domethënë, kjo është një poshtrim që po i bëhet popullit, jo vetëm atyre të akuzuar. Sepse nëse shohim rrugtimin tonë, që nga tetori vitit 1912, ne kemi qenë të përdjekur, ne kemi qenë të vrarë, ne kemi qenë të djegur, ne kemi qenë të dëbuar. Jo pse unë jam shqiptar, po e thojnë edhe organizatat më kredibile ndërkombëtare. Dhe mbi gjitha, 24 mars e vitit 1999, ka një thënie lapidare. Ne po intervenojmë për ta preventuar gjenocidin dhe katastrofën humanitare. Si mund të përmbyset këtë kjo narrativ me disa prokurorë që marrën dosje, lexojnë dosje nga Serbia? Nuk ka kuptim, domethënë. Dhe na dalin dhe pretendojnë që ata e njohin më mirë situatën e vitit 98-99, më mirë se Hilli, më mirë se Rubini, më mirë se Clarku. Kjo është hipokrizi. Në anën tjetër, unë mendoj që dy pista kanë qenë politike dhe prejudikuese. Si mund të bësh një rezolut me pretendimet e Dick Martit, të cilat sot po shihet që janë sfumuar, nuk ekzistojnë, dhe në të njëjtën kohë gjykata speciale në fillim ka folë, ose ideja për ta themeluar ka qenë se ne do t'i zbardhim vrasit politike, mënyrë që ta krijojnë një klientel mbrana LDK-s. Edhe ato sot po shohim. Dhe frustrimi që po rritet në Kosovë është, po shihet në fund se gjykata speciale është një mashtrim. Është një goditje mu në postën kryesore të pavarësisë. Vete votuan deputetët e Kuvendit Kosovës atëherë. Ju keni të drejtë Bruna, po diçka duhet të thuhet qartë, sepse e di mirë debatet që janë bërë. Kjo vazhdon thuhet ende dhe do vazhdojë edhe të thuhet. Janë aty gjykon nga kjo gjykatë të cilën e votuan vetë. Po më lejo ta them edhe një gjë. Bashkimi Evropian, Bashkia Ndërkombëtare ngriti stekën shumë lart. Pa trafikim organeve, domethënë bëri horror, e bëri tregimin vampir. Cili njeri ishte ai që do thotë jo se bëj, sepse krijoi përshtypja sikur ne po dëshirojmë të mshifim. Dhe nga që njerëzit ishin të sigurt që këto gjëra janë të paqena, mirë tha, e bëjmë një gjykatë dhe ta qartësojmë këtë punë. Po në momentin kur do gjykata më një devijoi dhe nuk u morën me Dick Martin. Dhe Dick Marti pastaj u kërcënua nga shërbimi inteligjent i Serbisë dhe vdiq para kohë, ku e di unë, po domethënë u shmang objektiva pse ishte themeluar gjykata. Dhe evropianët janë mjeshtër për mënyrën se si i paketojnë gjëra. Dhe unë kam qenë atëherë në Universitetin e Bremenit në Gjermani. Gjitha gazetat gjermane nxjerrin fotografinë e kryeministit të atëhershëm dhe pastaj ofertin një njeri të prerë me organe. Domethënë ishte një horror i vërtetë dhe sikur thuhej si është e mundur që kanë bërë këtë, dhe ishte e natyrshme që njerëzit që ishin në krye të shtetit nuk mund të thonin nuk e bëjmë këtë, sepse krijohej përshtypja sikur po dëshiroi të mshefej diçka. Po nga fakti që UÇK nuk ishte as fasha për t'i ndihmuar ushtarët e vet, e lemë për të trafikim organeve ato trillimet e Carla Del Ponte dhe Dick Martin, që për mua janë dy figurat më antishqiptare në rrugën toksore. Unë mendoj që edhe post mortem do duhet
të dënohej pjesa e Dikmartit, ndërkaq Carla Del Ponte të shpalloj si njeri non grata, sepse nuk kam hinë në librin e saj. Askund nuk flet për barrezat masive, sepse ne sot e kemi një Serbi që flen mbi barrezat masive të shqiptarëve. Në Batajnic janë barrezat masive të grave, të plegjë, fëmijëve. Serbia që ka ekzekutuar në Kosovë dhe ka tentuar të mëshirë. Domethënë, nuk mundesh të marrësh copëzat të komunikatës dhe të thuash kur të marrësh qëndrime personale dhe ta ndërtosh një akt akuz. Sepse kjo është një deformim. Çfarë të bën? Mos harrojmë Bruna. Unë kam thënë edhe me një medium që Shqipërisë në Panorama, ndoshta jo për këtë kuptim, po me këtë premis do të dëshironin të gjykoheshin edhe nazistët, sepse edhe Ribbentropi kur ka qenë në Nürnberg, ai ka thënë dëgjoni ju po na dënoni neve. Po 15 milion Gjerman janë dëbuar nga Evropa lindrore dhe qendrore. Dhe me njerë procesit i ka dhënë që kjo nuk mund të zhvendosë, sepse jurisprudenca, drejtësia ndërkombëtare dhe drejtësia kudo që ka dy objektiva, krimi i luftës dhe krimi pas luftës. Krimi si qëllim i luftës. E qartë. Është, domethënë kur ti ke një objektiv ndaj një vendi, ndaj një populli. Krimi pas luftës janë pasojë e akmarrjes, pasojë e kaosit, pasojë e paligjshmërisë. Në anën tjetër, ne të gjithë e dimë që me njerë me 10 qershore tutje, pushtetin absolut, ushtarak, policor, legislativ, e ka pas administrata unë miku dhe këfori. Nuk e janë pas shqiptarë dhe nuk mund të thuash për çdo krim që ka ndodhur me një fshat, mund ta ketë ty apo ai person i UÇK-s. Dhe unë mendoj që njerëzit që kanë qenë këtë luftës kundër UÇK-s kanë shpik Dikmartin dhe unë mendoj që Dikmarti po del dhe unë po t'isha në krye shtetit. Do ta bëja qartë që në Këshillin e Evropës unë nuk aplikoj pavarësisht se është interesi jonë, pa e tërheqë rezolutën raciste Dikmarti, atë që ka kërku edhe Edi Rama, sepse ajo është fyerja më e madhe që është bërë shtetit Kosovës, fyerja më e madhe që është bërë Shqipërisë dhe përgjithësi shqiptarëve në vend. Zoti Ukshini, ju falenderoj shumë për kohën dhe për këtë bisedë që zhvilluam së bashku. Padyshim që në orën 14 ju do t'i bashkojni marshimit që zhvillohet sot në moton drejtësi jo politik. Falenderoj shumë, kënaqësi si gjithherë. Kënaqësi edhe për ne. Shkojmë pak drejt për drejt tek parada që po zhvillohet në këtë momente në Prishtinë, parada e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pak më herët edhe presidenti i vendit Vjosa Osmani ka përshëndetur qytetarët me një fjalim, po ashtu dhe kryeministri i vendit Albin Kurti. Shkojmë pak drejt për ta ndjekur, për bluar më pas me një tjetër bisedë. Parakalojnë motocikletat ushtarake të tipit BMW-s që përdoren nga policia ushtarake për përcjellje ceremoniale, mbrojtje të afërme dhe zbatim të ligjit. Ofrojnë fleksibilitet, shpejtësi dhe manovrim në situata komplekse. Parakalon automjeti i blinduar Otogar i pajisur me armën 7.62 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarakës dhe ato të sigurisë së rendit ushtarak. Bashku parakalon automjeti Humvee, i blinduar i pajisur me armën 12.7 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin, përdoret për kryerjen e operacioneve të ndryshme si ato konvencionale dhe jo konvencionale.